Xhamia e Plumbit në qendër të Vlorës, krahas një vendi i kultit fetar, është edhe një atraksion turistik i qytetit. Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku tregon se kjo xhami vizitohet nga qindra pushues vendas dhe turistë të huaj çdo muaj. Gjatë 4 muajve që ka qëndruar e hapur, Hoxhallaku thotë se numri vizitorëve në këtë monument kulture ka qenë tepër i lartë. Si rrjedhoi rikonstruksionin, Muftiu i Vlorës tregon se xhamia për 2 vite nuk do të mund të vizitohet, por pas kalimit të kësaj kohe do të shndrohet në një vend atraktiv për të gjithë, jo vetëm për besimtarët. Ajo xhami nuk i përket vetëm besimtarëve të cilët praktikojnë fenë e tyre, i përket edhe vlonjatëve, i përket edhe turistëve. Pra, është një monument kulture e cila ka vizita shumë të mëdha, edhe për shkak të pozitës gjeografike që është, por edhe për shkak të vjetërsisë së saj. Gjatë këtyre 4 muajve që ne e rihapëm në mënyrë të thjeshtë për të bërë ato adhurimet që na përkasin neve, kemi pas shumë vizita. Dihet që gjatë këtyre 2 viteve normale nuk do ketë mundësi të vizitohet, por që në fund të 2 viteve do ju japim një mundësi për të parë diçka shumë më të bukur. Edhe për gjatë kohës që qëndronte e mbyllur, Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku thotë se është vizituar nga shumë turistë, kryesisht nga Europa perëndimore, por nuk ka mungur as vizitorët nga Amerika dhe Lindja e Mesme. Më tepër ka pas vizitor nga Shtetet e Bashkimit Evropian, të ndryshëm, por kemi pas edhe nga Amerika, kemi pas nga Anglia, po edhe nga Lindja e Mesme kemi pas shumë vizitor. Troje shqiptari nuk i quaj si të huaj sepse janë tanët, kanë ardhur dhe kanë parë vendin e tyre. Pra ka pas nga pothuajse nga gjithë bota kemi pas vizitor. Kur të përfundoj projekti për rehabilitimin e xhamisë së Plumbit, Ardit Hoxhallaku pohon se numri vizitorëve do të rritet. Për informimin e tyre, Muftinia Vlorë, sipas tij po përgatitet një informacion shtrues mbi rëndësinë dhe historinë e saj. Patjetër do kemi edhe një pikë informimi që do jetë në disa gjuhë të huaja, jo vetëm për historikun e xhamisë Plumbit, por për historikun e gjithë Vlorës, po përgatisim një informacion të tillë që vizitorët ta kenë mundësinë ta lexojnë. Në xhaminë në qendër të Vlorës ka nisur puna për realizimin e projektit për rikonstruksionin e saj. Prej 4 tetorit 2024, kjo xhami në shumicën e kohës ka qëndruar e mbyllur, ndërsa në muajin e Ramazanit kur u vendos në shërbim të besimtarëve, funksionoi mes dëmtimeve të shumta që përmbytjet lan pas.